dhe kisht Ahmed ibn Hanbeli që o godit o borgos jo bo pa drejtësi Ahmed ibn Hanbelit e pas taj kur i vin të lajmi që ka vdek aj zullumqari që i ka bon zullum mirë po ende ishte musliman Ahmed ibn Hanbeli nuk u lut të për to vetë për mirë e kur e pytën Ahmed ibn Hanbelin përse nuk pi urejnë këta tha Ahmed ibn Hanbeli e kam dërtu një loj ibadetin zemër për Allah dhe nuk du të rënoj këtë loj të ibadet e kam dërtu një loj ibadetin zemrën time që me i dorë të gjithë musliman për Allah dhe nuk dua që tjetë zullumi dhe padrejtësia ti ndaj mejet më rënon atë të cilën e kam dërtu për Zotin tëm për ata ne ta korrigjojmë imanin ton ta korrigjojmë besimin ton se sa vëllezër ne në listën ton i kemi që i dojmë për Allah e nëse ti je nga to që i dojnë vëllezërit e to për Allah dije se kemu ngrit dunja dhe në ahiret për atë e pytën pejgamberin Allahut se cili janë njeri më i mirë, cili është njeri më i zgjedhur dhe më i dalluar, tha pejgamberi Allahut ai i cili është besnik në fjalorin e tij dhe ai që ka zemrën e çiltër. Tha ja Rasulullah, kush është ai që ka zemrën e çiltër? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që ka devotshmëri, ai që ka pastërti në zemrën e tij, ai që nuk ban mizori, drejtësi dhe ai i cili nuk i ban gjuna Allahut azza wa jall dhe ai që nuk ka smir në zemrën e tij dhe ai që nuk ka zili para ta pejgamberi Allahut tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu azza wa jall ju ka vëllazëru ju ka bon vëllazër para ta realizon e vëllazërin që Allahu azza wa jall ja ka dhuru losim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall me këtë lloj të ibadetit Allahu azza wa jall të në lartëson, të në i dëshuron vëllezrit tanë këtë dunja që të shumë i khairin dhe në akhirat